çka do të thot me gjithë pare para derës shtëpisë? Gjëja kryesore është që ti mos më bë vezvese, edhe me i lidhë gjanat me çështjet e magjisë. Sepse shumë njerëz fillojnë pastaj me u bë vezvese vetëm për këtë sebeb. Tjetra pastaj, a themi që bën magjia me para apo jo? Allahu e di mas miri. Mirë po, mund t'jetë rastësi që kanë qëllu aty parët. Ne nuk themi mos me i marë. Besimtari që ndronë në stop me avdes, me dhikër, me përmendje të Zotit, me besim në Allahun, lidhet me Allahun dhe nuk friksohet prej askujt përveç prej Zotit. Për gjana tjera pastaj, themi merre ato pare. Nëse janë shumat mëdhaja, ruj, këqyri kush mundët nesër me thamë kanë hup mu, e tjere që mos me i shfrytzu ti për vete. Nëse janë shumat vogla, s'ka problem, 5 euro, 10 euro, 20 euro që edhe mi hup dikuj nuk bat në i nami madh, nuk e len keq. Shumat më të mëdhaja i runë. Një vit, këqyr, mos po lajmërohet dikush, pastaj nëse ka vend ku me i dorëzu, të më thonë, në gjërat e humbura i dërzon. Nëse nuk ka vend të tillë, atëherë jep sadak për çat personin fjalë. Këtu në vendet tona, për shembull, nëse ka dokumentacione tjerë, duhet me i dërgu për shembull në polici. Por nëse është te dera shtëpisë tone, atëherë edhe nëse pa thonë me kusht, është një shumë 20 euro, 50 euro, e mesme atëherë e këqyr s'ka nevojë me bot madhe nëpër media, nëpër policisën, por e gjen një rrugë të arsyeshme që me ja kthy atij, nëse jo, jep sadak për shpirt të atij personi.